Mirë se erdhët në Përballje Podcast, unë jam Muhamet Herlo. Natyrshëm në këtë Përballje Podcast ku do të flasim për zgjedhjet e reja që do të na vinë në 12 tetor, zgjedhjet lokale të para të mbahen me 12 tetor, të faktën edhe zyrtarisht. Për me nis këtë cikël të intervistave, ku më mirë se Prishtina, për shkak që kryeqytet, për shkak të temave të shumta, për shkak të rëndësisë që ka Prishtina, si qendër administrative, politike, por edhe financiare, me ligj të veçantë. Po e nisim me një kandidate grua të vetmen që kemi deri tash zyrtarisht në Prishtinë, me zonën Besa Shahini nga Partia Social-Demokrate në Kosovë, me cilën do të flasim për pse ka fillu dhe po garon për Prishtinë, çka i duhet Prishtinës dhe cilat janë premtimet apo oferta në këtë fazë e zonës Besa Shahini. Besa, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Vjen shumë mirë që mas një kohë gjatë në pozita të ndryshme prej shoqërisë civile, pozitës tone dhe funksionet në qeverinë shqiptare, jenë në garen për kryetaret komunës së Prishtinës me Partinë Social-Demokrate PSD-n. Atëherë, ndoshta pak për publikum, pasi që po e bëjmë një lloj bashkëbisedimi, pse vendose Besa me qenë kandidate për kryetare të komunës së Prishtinës, edhe nuk e di, a ka pas gru, po, ka qenë, nëse s'ka bëj zonja, ka qusha e shonë në kalumen. Po. Unë jam kthy në Prishtinë nga Tirana para 4 vitesh, dhe gjatë këtyre 4 viteve vazhdimisht jam anku unë bashkë me të gjithë qytetarët e Prishtinës për gjëra që s'po shkojnë mirë. Do të thënë, prej mungesës autobusave, deri te mungesa e trotuareve, deri te mungesa e parqeve ose aksesit në parqe. Po çka më shtyti me u fut nga tash, është se kam përshtymin që s'kemi më kohë për mos me intervenu që m'ja fillu me shndru qytetin në qytet pak ma tjetushëm. Vajza jam ka 3 vjet, dhe kanë fillu me fol prind e bashkëmoshatarëve të saj, me na pyet ashtu, a keni fut në listë pritjes të kjo shkollë private, a keni fut në listë pritjes të ajo shkolla tjetër private, edhe thash po na dojmë është shumë shkollë publike, po m'la shumë përshtypje që nuk konsiderohet, do të thënë, në shkolla publike si shkollë e mirë më, kështu që për familjet që kanë mundësi me pagu, mendojnë ku t'i çojmë në shkolla private. Unë kisha dashur që ajo spaku kur ta nis shkollën e mesme Ult, do të thënë, kur ta nis klasën e 6, të ketë shkolla të mira publike në gjithë qytetin, ku të gjithë nxënësit mësojnë me një ndrim, edhe ku që ndodhet brenda shkollës, është një simdhanje e mirëfillt që i përgadit të rinjt e Prishtinës për një jetë më të mirë, për një jetë më të pavarur. Unë mendoj që çka duhet me ofru një kryeqytet, i çfarëdo shteti, po sidomos një vend i vogël si Kosova, duhet gjithsesi me u përqendru në arsim cilësor, sepse njerëzit janë vetëm gjë që i kemi si aset. Edhe zhvillimi në këtë aspekt është esencial. Drejtoria komunale e Prishtinës, drejtoria komunale në Kosovë, për shkak se është decentralizu arsimi, shumë përpara kur është themelu edhe Kosova që i kemi sot, ka shumë kompetenca dhe ka shumë dorë për ta përmirësuar cilësinë e arsimit, kështu që kjo ka qenë edhe shtysa për të filluar garën tash, që të fillojmë me këtë përpjekje, për përpjekje e përditshme, por shumë vjeçare, për ta përmirësuar së pari cilësinë e arsimit në shkollë, po edhe të gjitha elementet e tjera që e bëjnë një qytet, ku për momentin sot në Prishtinë ka plot lagje ku nuk jetohet sikur në qytet, do të thënë ku jeta është shumë e vështirë për shkak që është e pakalueshme trotuaret, edhe qasjet në ambiente tjera që duhet të jeshin, do të thënë, publike. E nisa qëllimisht prej historisë tonë, pak edhe do të flasim edhe në tema pak ma thelb. Çush e përjeton Prishtinën sot? E përjeton si një qytetare që don me jetu edhe me vepru në Prishtinë, sepse është viteve të fundit është ky koncepti pak problematik, domethënë aspekti trafikut, çështjet e kaosit, ndërtimet, shkollimi, shëndetësia, të gjitha këto që shumë njerëz i mendojnë me jetu brenda qytetit, lëvizjet në lagje të ndryshme, edhe luksoze, edhe ku ta diun perspektiva e ardhmja fëmijëve. E përjeton sot Prishtinën si një qytetare që don me jetu dhe vepru, fakti që ke po garon në garë, po besoj që po.
Unë kam vendosur me jetu në Prishtinë edhe kam vendosur me rrit familjen këtu. Kështu që ndaj u bë edhe pa mundun mos me nis një përpjekje ku unë jap kontributin për përmirësimin e qytetit. I përmendë lagjet në Prishtinë sot janë nuk janë të lidhura fort mirë me njëra tjetrën. Do të thonë edhe këto lagjet që kanë dalë në periferi ku njerëzit jetojnë nëpër shtëpi edhe janë me rrethoja të mbyllura, edhe ato janë si të shkëputura. Unë mendoj që ta jetojmë një jetë më të mirë në Prishtinën si qytet, ne domosdoshmërisht duhet të bëjmë një ndërlidhje mes këtyre lagjeve. Mes lagjeve që janë të urbanizuar në qytet, ne po mendojmë, jemi tu ndërtu një plan për korridore të gjelbërta ku njerëz mund të ecin nga lagja në lagje, sepse distancat nuk janë të mëdha. Unë e kuptoj që ka përpjezjet e poshtë, se Prishtina është në një tip lugine, domethënë dhe lagjet janë nëpër kodra. Është karakteristike dorën zanë. Po, ka shumë njerëz që duan të ecin prapse vetëm se nuk i kanë mundësi të ecin sepse s'ka trotuare, edhe nuk ka lidhje pastaj edhe me transport publik. Nëse bëjmë lidhjet me këto korridore të gjelbërta, ku rrugët janë të hapura, nuk janë të kalueshme nga makinat, ose aty ku ka mundësi për trotuare, mbeten trotuare, por dikun duhet edhe të mbyllen ndonjë rrugë e ngushtë mes shtëpive, të mbillen pemë përreth, të krijohen korridore të gjelbërta ku njerëz mund të ecin. Unë kam përdorur karrocën 2 vite me vajzën e vogël, edhe është dram veti, domethënë me ecë me karrocë nëpër qytet është dram, ku ti gjithkohës je ose në rrugë, ose mundosh me kalu nga një pjesë në tjetrën, ose në gjys, ose ka pjesë ku edhe nëse i ke ato pjerinat që të kalosh prej një pjesën tjetër aty ku ka të porze ose të nalze, për shkak se pjerinat janë qaq të thepisuna, edhe nuk mundesh me lshu karrocën, kështu që e merr fëmin dorë, e marr karrocën me dorën tjetër dhe zbret e poshtë. Na duhet ta bëjmë, kjo është Prishtina sot, sepse tema e parë ku na po flasim është cila është Prishtina sot. Pra, të pyeta pak personale, pse ke fillu garën, pse je në garë, cila është Prishtina sot, pra, domethënë ajo që e nisi pak me këto lagjet, me problemet, me sfidat, me si non, si grua, si dikush si qytetare mbi të gjitha e Prishtinës. Dhe nëse e marrim edhe bëjmë krahasimin tash te Prishtina sot, ke jetuar edhe në Tiranë, normal, modelet Shkupi, Sarajeva, vendet e rajonit, me këto që Podgorica, ku është Prishtina në këtë trekonshën e këtyre qyteteve të rajonit, kryeqyteteve të rajonit? Nuk ka asnjë qytet tjetër në rajon i cili nuk ka ku qytetarët nuk kanë mundësi të ecin këmbë nga pika A në B. Mund ta kenë të vështirë, mund të jenë trotuare të ngushta, mund të jenë të zonëra me makina vende dhe duhet me bëj përpjekje për të çliruar në atë formë, por nuk ka asnjë qytet tjetër ku thjesht nuk ka fare mundësi për me kalu me këmbë. Kështu që në krahasim me qytetet tjera, Prishtina është një qytet që t'jap stres në momentin që del prej shtëpisë. Edhe kjo është edhe arsye pse njerëz ka lagje në Prishtinë, se na po ecim tash nga lagje në lagje, se po mundohemi me identifiku, jo me si jemi tu identifiku probleme, se si jemi tu shpik ujë nxehtë këtu. Jemi duke i pa mënyrën se si qytetarët po i artikulojnë problemet, edhe është një lagje sikur lagja Matini përreth rrugës Muharrem Feza, ku njerëz thonë dëgjoj, na e përdorim lagjen vetëm për të shkuar në shtëpi për ta bënë gjumë, sepse këto aktivitete që duam t'i bëjmë, i bëjmë dikun tjetër, se kjo lagje veç stres t'jap. Në lagjen përreth Muharrem Fezës nuk ka hapësira publike ku njerëz mund të mblidhen, ka kafe aty këtu, po ajo është i vetmi, si më thon, vetmi lokacion ku njerëz mund mblidhen jashtë shtëpive të tyre. Pjesa tjetër ndodh në katin e 7 në banesë, edhe pastaj lëvizin shkojnë deri në shkollë. Po deri në shkollë është komplikim, nuk e di nëse të ka me ecë andej, me shku deri te shkolla Pavarësia. Absolutisht, jo. Edhe kur shkojsh te shkolla Pavarësia, aty është 2 fishi i numrit të nxënësve që ka kapacitet ajo shkollë, edhe ka stres edhe brenda në shkollë për shkak të mbi ngarkesës. Unë jetoj në rrugën e pjesës rruga B, ajo që njihet, po. Dhe jam shumë i familiarizuar. Unë eci çdo ditë prej rrugës B deri në Telegraf, edhe kthimi mbrapa, po pjesa e Bregudillit, lagja Spitalit, pjesa e Muharrem Fezës. Domthonë është Prishtina çka ka ndodhur viteve të fundit është duke u zhvilluar jashtëzakonisht shumë, po problemi pastaj është te infrastruktura që duhet njerëzve, domethënë edhe sot nëse ec, shtekun për me ecë ke shumë problem, absolutisht po. Dhe pse nisa me këto pak çka ka sot Prishtina dhe çka ka Mongu, për me dalë te pjesa e dytë çka ofron Besa te këto tema, te Prishtina, sepse nise me të drejtë çështjen e arsimit është një temë jashtëzakonisht që një orë kështu mund të më fol veç për arsimin, për shkollat, për mos ndërtimin që s'ka ndodhur viteve të fundit, u thanë që do të nisen, mandej
po kalon një gjenerat, domethënë për shembull, djali jam për kryen shkollën, derisa po bëhet një shkollë në rrugën B, derisa bëhet shkolla në rrugën B. Pra nuk u bë. Ndoshta e kryen në një gjenerat tjetër derisa edhe fatkeqësisht pastaj faji po metet te gjithmonë. Gjithmonë ka faj dikush, nga niveli qendror vjen një kryetari. E tash te që kjo çështja pak te Besa për Prishtinën, edhe oferta jote saksesht. Ku e ke pa thelbin kryesor që mundesh me ndryshu si kandidate dhe si PSD që i ofroni një platformën e juaj? Atëre, kjo fajsimi, që kjo s'ka mujt me ndohë ndërtimi për shkak nivelit qendror ose lokal. Këto janë vetëm arsyetime, arsyeja pse nuk janë ndërtuar shkollat që ka nevojë Prishtina për të kaluar gjithë nxënësit me një ndrym, është se s'ka qenë kurrë prioritet. Prej asnjërs nga qeverisjet e fundit nuk ka qenë prioritet primar shkolla. Nuk në një qytet si Prishtina, ku do të merren vendime për të zgjidhur disa probleme që janë shkaktuar kohëve të fundit në nivel lagje, siç përmendat e lagje përreth rrugës Muharrem Feza apo lagja Muhaxherëve sot, që është një lagje e cila ku nuk mund blesh banesë nën 1500-1800 euro metri katror, po në fakt po ndërtohet aq afër banesa me banesës që po shndrohet në farë Muharrem Feza e dytë. Përveç menaxhimit të disa situatave të krijuame, duhet të ketë 1, 2, 3 prioritete që mund të bëhen në komunën e Prishtinës. E jo të premtohen mega projekte e mos bëhet asnjë gjysmë projekti mos kryhet deri në fund. Ajo çka po planifikojmë ne, që po e çojmë deri në fund. Është shkollat, qerdhet janë thelbësore. Janë thelbësore për arsye të ndryshme. Shkolla nuk është vetëm një vend ku bëhet mësim, është një ekosistem i ton që e zgjidh edhe kalimin deri në shkollë, domethënë mendon për trotuarin, mendon për trafikun urban, mendon për të drejtat e mësuesve që janë brenda shkollës, edhe mendon për llojin e arsimit që po e merr nxënësi. Domethënë shkollat janë primare. Qerdhja dhe kopshti janë të rëndësishme jo vetëm për t'i dhënë nxënësve fëmijëve, domethënë një parapërgatitje për arsimin që do e marrin në shkollë, po janë shumë të rëndësishme që t'i mundsojnë familjeve që duan të punojnë, grave që duan të punojnë, të kthehen në tregun e punës. Është edhe prioriteti kryesor. Është prioriteti kryesor. Është shkollat edhe gjithë ekosistemi përreth arsimit dhe shkollave. Sepse duhet të mendohet që një kryeqytet, siç thash, i një vendi të vogël, duhet të mendoj pikë së pari për mënyrën se si arsimon edhe i përgatit të rit. Ne gjithashtu çka po mundohemi të zbërthejmë deri në fund, është edhe kjo ideja, siç thashë, korridoret gjelbërta ku njerëz mund të ecin nga lagja në lagje dhe mund të shkojnë në distancë, se distancat nuk janë të mëdha mes lagjeve, dhe nëse duam të dalim në qendër, pra është hap sheshi, është hap. Tash është mbyll sepse ka nisë sa punime të cilat politike ka vazhdu kjo akuza dhe kundër akuza dhe sot. Unë me të vërtetë po shpresoj që SPAK-u kanë me heq ato rrethojat, kanë me mbulu siç ka qenë, edhe kanë me na leju për ta përdor gjatë verës, një rrugë që e kanë mbyll me aq shumë mund, do të thënë kanë mbyll për trafik të makinave, e kanë hapur për këmbësor, tash është i mbyllur prapë për shkak se personalisht a mendon që ajo rrugë duhet të jetë e hapur apo e mbyllur? Unë mendoj që shumë mirë që është krijuar një hapësirë republike. Nuk mendoj që aty duhet të ndërtohen restorane, kafiqa dhe gjëra tjera që janë fikse. Nëse ka struktura lëvizëse, nëse ka struktura lëvizëse që mund t'i vendosim aty për të bërë aktivitete, për të bërë festivale, shumë mirë. Struktura permanente nuk jam dakord që duhet të ndërtohen. Kështu që ajo është, unë mendoj që është gabim nëse është hap një hapësirë që të mbyllet prapë. E kemi rastin e Tiranës, e ka sheshin Skënderbej, ku verë, dimën, vjesht, domethënë çfarë do stine, aty ka aktivitete, po janë të ndryshme. Nuk ka aty restorane fikse, thjesht ka banka, ka televizora, ka tregje, ka çka do që mund të ndodh, po janë të organizuar nga komuna dhe bën i duhet Prishtinës një hapësirë e tillë e madhe. Është vendi shumë mirë i zgjedhur aty. Po duhet tash të hiqen ato rrethoja, të shtrohet asfalt siç ka qenë ose pllaka çka do, edhe të vihen në dispozicion. Mund të mbillen pemë nëse është e nevojshme për të bërë hije. Unë nuk jam dakord që duhet aty, po një projekt tjetër i cili s'jam dakord. Nuk mendoj që është ide. E për shkak të problemeve të shumta që po shpresoj që kemë folë edhe me përparim Romën me këqyr ku qëndron problemi, po domethënë ju nuk jeni për zhvillimin e çati projektit parapom nga udhëheqja aktuale. Jo, mendoj që është gabim për shkak se nuk duhet një vend që është hap të mbyllet me objekte fikse, të cilat ta parapërcaktojnë mandej se çka mundesh me bëu aty.
modelet që i kam në mendje, është pak edhe influencë për ku kam jetu. Do të thënë, kam jetu në Berlin, kam jetu në Toronto, kam vizitu Vjenën, kam jetu në Tiranë, kur të sheh se si krijohen, çka të bëhet me çto hapësira që janë në qendër, edhe mënyra se si shfrytëzohen për koncerte, për aktivitete të përbashkëta, që i mbledhin njerëz, që i bëjnë bashkë njerëz, nuk po e shoh që ka vend aty për struktura fikse. Po përtej asaj, që të shkoj nga Velania në qendër, Livja. Që të shkojmë nga Velania në qendër, du të ecim nga rruga Isa Kastrati. Rruga Isa Kastrati është të dy anët e bllokuar me makina. Nëse do të shku përmes lagjës Muhaxherëve me dalë në qendër, është mënyrën se si e kanë ndërtu lagjën e Muhaxherëve, është që janë ndërtu ndërtesa të mëdha. Atëherë, të kthehemi një hap mbrapa. Ndërtimi i lartë, na nuk jemi kundër ndërtimit të lartë dhe nuk jam kundër zhvillimit të Prishtinës. Unë mendoj që, domethënë, kjo thjesht duhet të bëhet pak më mirë menduar. Lehtësim për qytetarët. Ndërtimi i lartë ka shumë kuptim nëse mirët hapësira, mirën tokat, edhe për një hapësirë të madhe ndërtohet në vertikale. Domethënë po lirohet toka horizontalisht, po lirohet oborr. Ligjet e Kosovës parashohin që 40% e një toke mund të përdoret për ndërtim, ndërsa 60% duhet të lihet si hapësirë gjelbërt, parking, rrugë, trotuare të tjera. Nëse kalon për lagjën e Muhaxherëve në këmbë, ti e sheh që asnjë nga ato ndërtesat e reja nuk e kanë 60% për rreth, por çka ka për rreth janë shtëpi të vogla. Pra siç duket, ne duhet t'i bim në fund dhe problematikë, në të marrim vesh saktësisht pse, po siç duket, janë marrë kushtet e ndërtimit për më shumë parcela se sa që kanë përfundimisht janë dhënë për të përdorur nga një ndërtesë e lartë. Që do thotë që aty përgjithmonë tash do të mbesin ndërtesat larta, edhe mes ndërtesave larta shtëpia të vogla me oborre, të cilat kur ata nuk do marrin leje. Disa kanë shpëtu dorën, i kanë shpëtu çasoj situatës. Po çka s'ka shpëtu është aty s'mundesh as me zgjeru rrugë më, as me kriju trotuar të ri, as me kriju park, pra është ngulfat, tutje, vetëm se është shtu numri banorëve në lagjën e Muhaxherëve. Dhe çka kemi po pak pastaj gjelbrem në të gjitha këto hapësirat e Prishtinës. Domthonë kudo që shkon ti të ndërtimit e reja, s'ka lidhje lagja, cilën do lagje ki pak hapësira edhe për fëmijët. Pra, ne i shohim ndërtesat e vjetra që i ka Prishtina, i ki ato hapësirat ku mund të ketë një mini stadion, mini gjelbrem, ku mund të luajnë fëmija. Te këto pjesë të reja ki shumë pak hapësira sportive kreative dhe pak gjelbrem. Qysh me mujt qëto me rregullu? Kur ndërtohet sot, konsiderohet që ky 60% është zakonisht lidhet për parkim të jashtëm. Kjo zgjidhet duke fut gjithmonë parkimin në ndërtesë. Ka zona në Tiranë, të cilat nuk lejojnë fare parkim para ndërtesës, përdoret e gjithë parcela për ndërtim jashtë, lihet hapësire për bashkët për rekreacion në mes të ndërtesave dhe parkingjet shkojnë 2-3 kate nën ndërtesë dhe nga që banorët kur nuk arrin të shfrytëzojnë të gjitha parkingjet, ato parkingje shndrohen në parkingje publike ku njerëz e tjerë që kanë punë në lagje dhe i përdorin shërbimet në atë lagje e parkojnë makinën në ndërtesat e reja që janë ndërtu. Ky është i vetmi model që mund të aplikosh me një vend i cili s'ka më hapësira. Pra çdo ndërtesë e re duhet të ketë të krijoj parkingje nën tokë, podrume, po jo vetëm për banorët që do të jetojnë aty, po të lihen në dispozicion edhe për të tjerët me pagesë normal, se kjo është pastaj edhe biznes i cili kushdo që menaxhon atë parkim edhe mund të fitojë. Kjo është vetëm një mënyrë për të i hapur në disa vende ku s'kan lënë hapësira të Muharrem Feza, po aty është pak vonë se s'ke se si ndërton tash parkingjet nën toksore. Si te lagja Muhaxherëve, si çfarë do ndërtimi i ri që po bëhet. Po shpresoj që kemi me pas mundësi gjatë fushatës me shku në çështje pak më konkrete, si përballë podcast me Besën, më shumë po du për publikon me shpjegu Besa Shahini mundësia për Prishtinën, temat specifike, nicë me ato se çka është Prishtina sot, çka ofron Besa 2-3 temat kryesor, pra e posh arsimi, si tema kryesore dhe lidhshmëritë, problematikat në nivel nga cikli fillestar e deri te e dyta që më do shumë interesant kjo lidhshmëria e lagjeve, nëse e kuptova drejt, pra që me thonë, marrja frym lidhshëm, pra lëvizja prej një lagje dhe lidhshmëria,
kjo ke e dyta, dhe natyrshëm për shkak të perspektivave që i ka Prishtina, çka kish më qenë çështja e tretë, problematika e tretë që e ke identifiku gjatë kësaj periudhe që mundesh me shty para. Atëherë, kjo nuk isha me thënë që është problematika e tretë, ndërlidhet shumë me këtë pjesën e banimit në Prishtinë, me sa po kuptojmë, njerëz çka i streson diçka tjetër është dhe çmimi shumë i lartë i banimit. Nëse merr banesë me qira, banesë me 2 dhoma ndoshta e mobiluar, nuk mund ta marrësh me 900-300 euro. Në këtë zonë ka Rruga B, jo në qendër. Në qendër janë shumë ashtrajt. Çfarë shifra përmendes? 300 euro 2 dhoma, një dhomë fjetjes, një dhomë çelit. Po, te Rruga B, po flasim te mati. Nëse do në qendër, është 450-500. E mobiluar në mënyrë modeste. Qiraja. Qiraja. Thash metra katror në Vlesë. Qiraja, po flas për Qiran, sepse 7000 familje në Prishtinë jetojnë në Qira. Edhe pagat në Prishtinë, nëse punon mësuese kopshti për shembull, i merr 500 euro neto, edhe don me jeton me dikon në qytet, mu afru ndoshta afër punës, don me marrë banesë me qira, edhe nëse të shkon 60-70% e pagës në qira, nuk mbetet shumë pasaj për t'i mbulu shpenzimet e tjera. As në qytetet e shtrajta nuk shkon 70% e pagës në qira. Në qytetet për flasim për Londrën e për Berlinin. Është në shpërputhje, ndërsa çmimi i pronës. Është rrit qiraja, po thonë. Qiraja është banesave në, po flasim qendër, po flasim edhe në lagjet në përgjithësi. Jo vetëm në Kosovë, është problem global, po është rrit shumë edhe është në shpërputhje me pagat që i ka njerëz. Ndërsa çmimi i blerjes së pronës është rrit akoma më shumë, edhe është prapë në shpërputhje edhe me shpenzimet që i ka kompania ndërtuese për ta ndërtuar. Dhe besa është, nëse marrim regjistrimin e popullsisë dhe statistikat e agjencisë çfarë është ASK-ja, domethënë banesat në Prishtinë dhe në Kosovë thotë që janë të pabanuara, pra nuk ka 1/3. Dhe kjo tash lën me një farë analize, çmimet janë rrit shumë, dhe banesat edhe janë të pabanuara. Pra, ish dashme pas një farë modeli dikush me mendu që të paktën ndoshta njerëzit mund me bë mundësi, pra edhe këta që po i përmend në shkolla, në kopshte, me punu, me vepru, me pas një mundësi me ble, po me këto çmime, me këto rroga, është e pamundshme këtë situatë. Që kanë bërë vendet e tjera, që kanë analizuar se kush i ka banesat e pabanuara, do të thonë njerëz që ndoshta kanë pas tokën, e kanë dhënë për banesa, kanë bërë 2 banesa të tjera, edhe është një grup. Është grupi tjetër që jeton ndoshta jashtë diaspora, ka investu, e përdorin si metodë për me investu, që është shumë mirë. Investime në banesë, po në rregull, po ato nëse bjen një ditë çmimi, ato investime nuk e di sa janë të sigurta, po sido që të jetë. Do të thonë na kemi një mendësi ku na shohim si investim në banesë. Por ç'a i bën kjo banorëve të Prishtinës, ja u ka rrit çmimin në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ç'a kanë bërë vendet e tjera, thjesht e krijojnë një taks për mos shfrytëzim, e cila taks për mos shfrytëzim, cilën ti nëse ke llogari e pagun edhe në rregull, por nëse të levërdis, që shumicës i levërdis më shumë, që t'i fusin treg për qira, atëherë për shkak se futet një fond shumë i madh i banesave në treg për qira, e ul automatikisht çmimin e qiras, edhe rrjedhimisht e ul edhe nevojën për ndërtim të ri, edhe ul çmimin e blerjes. Kjo merr pak kohë derisa të përkthehet. Përkthimin fillestar e ka në qira, pastaj e ka edhe në këto elementet e tjera. Komuna nuk e ka në dorë këtë punë. E ç'është keni menuar që to me zgjidhje sepse kjo është kjo do me u bë një ndryshim ligjor. Aty ekziston ligji për tatimin pronë, duhet me ushtu një nen aty, i cili nëse tash kuvendi nuk është themelu akoma. S'po du me thotë që atim se s'po e hapim fare atim, edhe kjo është edhe arsyeja pse thjesht na po flasim për temën, po nuk mund të ndërmarrim diçka, po me një peticion me 10.000 nënshkrime na mund ta bëjmë këtë nismë edhe ta çojmë në kuvend kurdo që kuvendi të jetë gati, dhe kjo është një angazhim që do e bëjmë, s'ka lidhje a fitojmë, a nuk fitojmë në vjesht, a çka bëjmë në të ardhmen, kjo është një angazhim që do të marrim përsipër për shkak se e pam si problem në të gjitha takimet ku po shkojmë në teren. Pra, domethënë ka dalë si problem që nga takimet që i ke nis gjatë kësaj periudhe, që është qiraja dhe çmimet e larta, çmimet e mëdha të qiras, kudo që janë, dhe çmimet
e mëdha për blerjen e banesave. E banesave, edhe që janë në shpërputhje të plot me të hyrat që i kanë banorët, njerëz që jetojnë në Prishtinë, që kanë vendosur me jetu në Prishtinë, me jetë fëmijë në Prishtinë. Mundson ta duhet me thonë që do të thomon, se ndoshta ti smunësh me thonë se kandidate, kjo po i pamundson njerëzve, qytetarëve të Prishtinës, të cilët janë taksa pagues, tregu të gjitha taksave dhe shërbimeve që i ofron komuna Prishtinës, për me zhvillu dhe me bo një jetë, unë po e quj mirëqenje më të mirë. Po don me pas një mirëqenje një jetë më të mirë nga 2 dhoma në 3 dhoma, kjo po ta pamundson për shkak që çmimet e larta, rrogat kanë me ato që janë të njëjta dhe i çdo është udhëheqja ashme e komunës së Prishtinës, qeveria lokale, se kur jeton me një qytet, me pas lehtësira për qytetarët të cilat janë taksa pagues. Nuk jam kundër atyre që blejnë dhe shumojnë dhe bojnë biznes dhe zhvillim, ajo shumë mirë sepse zhvillohet qyteti, mirë, po duke mos dëmtu këtë pjesën tjetër, të cilët janë qytetarë të rëndomt, jetojnë, veprojnë dhe nuk kanë mundësi për me u zhvillu për faktin që janë këto problematika. E qartë, po du më ndalë të pjesa e fundit, pra e nesëm me Prishtina sot, problematika, sfidat, pse besa në garë dhe çka janë oferta që kemi me zbërthy me një podcast nashta gjatë zgjedhjeve më të madhe me tema të e fundit. Gru kandidate në zgjedhje. Kime pas ma letë, kime pas ma vështirë me ton këta burra që janë momentalisht në garë me kundërkandidat për parim Rama, kryetari aktual, Hajrullah Qeku, ministri në detyrë i kulturës, rinjës dhe sportit, Uran Ismaili, si pas të gjitha gjasave, kandidati PDK-s dhe Bekberishën e AK-s, dhe Besa Shahini PSD. Nuk e dija ka me pas djerë. Qysh përshem vetën të kondër kandidatët? Edhe një luftën në Bryla. Se kam mendu shumë për po më pyesin në secilin intervistë çfarë mendon për kundërkandidatët, kështu që është legjitime. Po, edhe isha tu mendu me artikulu shkurt. E kam përshtypjen që kundërkandidatët, kemi bashkëmoshatar përndryshe, do të thënë vim paga shumë për njëjtës shkollim, pastaj disa nga ne kanë shku jashtë, kanë studiu, jemi kthy këtu, po kundërkandidatët vinë nga një mendësi e ngjajshme me njëri tjetrit për mënyrën e qeverisjes. Kam përshtypjen që shkojnë drejt, mendojnë që të jesh në krye të komunës, duhet të jesh një menaxher i mirë. E unë që kam mësuar në Shqipëri, si ministri i arsimit, është që për fushat vështira duhet me qenë me ditë qysh me qeveris, jo vetëm me menaxhu. Se menaxhimi është kur gjërat janë të strukturume dhe ti veç thjesht i orienton pak këndej ose andej, ndërsa qeverisja nënkupton marrje e vendimeve të vështira edhe shtyrje deri në fund e projekteve. Edhe gjanat më të lehta, nëse kërkojnë ndryshim në politika, do të thënë edhe njerëz do ta ndryshojnë mënyrën se si kanë punuar deri në atë pikë, do jetë shumë sfiduese për ta implementuar. Kështu që nëse nuk merr pronësi mbi projektet e mëdha që do të më shtyj përpara, mbi politikat e mëdha që do të më shtyj përpara, edhe nëse nuk i shtyn deri në pikën e fundit vet, ato do të dështojnë rrugës. Për LDK-n edhe për PDK-n i kemi pa në qeverisje në Prishtinë, edhe në bashkëqeverisje. Do të thënë të dy palët kanë bërë gabimet e veta, edhe tash në këtë betejën mes tyre kanë bërë edhe gabime që kanë mi kushtu komunës në të ardhmen, si për shembull kompania pastrimi. Për Hajrullah Qekun kemi shërbi bashkë në Shqipëri. Qeverin Roma, por për sot nuk jam e sigurt, në disa prononcime që i pat tha që unë jam si një propozim nga partia, jam një lojtar në ekip, pra sikur nuk e ka marrë me pasion këtë farë punën e Prishtinës. A do të jetë i mishruar zoti Hajrullah Qeku me Prishtinën? Ai ka më mësu këtë punë, po në Prishtinën nuk kemi mujt me qeverisë dhe s'kemi mujt me bëjë ndryshim Prishtinë nëse nuk e don me shpirt që të punë, edhe nëse se kemi ndu gjatë pse po i futesh kësaj gare, edhe pse po don me qeverisë në qytet. Është shumë e vështirë, është punë jashtëzakonisht e vështirë. Kështu që çka po sjell unë është një përvojë për Shqipërisë, edhe në qeverisje, edhe në mënyrën se si është e rëndësishme të ndërtosh marrëdhënie shumë të mira me administratën, edhe se si është e rëndësishme të jesh i hapur në ndërtosh alianca për temat që të interesojnë, edhe rëndësinë e prioritizimit. Nuk kemi mi zbatu 10 projekte, s'kemi mi bo prioritet. Nuk kemi dhënë projektet me Lomane e pastaj mos me mujt kur ka asnjë në menis.
Nuk është, veç nuk është e mundur. Do të thonë, na po dojmë u marr me shkollat çerdhet si projekt shumë i madh. A kemi rendera, bukra projekte që s'mujnë pas e më duk, se që kënë një problem që kena po është më na kallzu shumë sene, të gjithë, pa dallim, edhe mandej mos me nis me u zhgënjë. Na disa fotografi do të mi publikum, ju tregu se çush na e paramendojmë një lagje që s'ka trotuar, çush komë bë me trotuar, po një space shuttle aty, një anije kozmike nuk ja u tregojmë se s'kemi propozime për anije kozmike në këtë. Te kandidatët ekzistues dhe dy pyetjet e fundit, çan pritjet tuaja për garën e Prishtinës. Është një sport i rënd, pe quajmë kështu. Është kryeqytet, ka shumë probleme. Fatmirësisht e ka ligjin e Prishtinës, ka buxhet, është shumë e rëndësishme, po nuk është lehtë me menaxhu me Prishtinën. Çfarë janë pritjet tua duke pa dhe kundër kandidatët? Prishtina gjithmonë ka pas një laramani të partive të përfaqësuar në asamblejën komunale, si vjet ka qenë gara ala ma e fortë për shkak se njerëzit e kanë marrë më seriozisht, edhe kam përshtypjen që debati ka qenë edhe më për tokë sa i përket edhe premtimeve edhe mënyrës së realizimit. Unë mendoj që kemi me dalë mirë, kemi pas mjaftueshëm përfaqësim në asamblejë që me mujt mi shty projektet tona, si në rastin kur fitojmë në komunë, që nëse dalim të partë është pastaj mund të krijojmë edhe koalicione me parti tjera edhe shohim se si qeverisim, si në rastin kur nuk fitojmë, ku ne i shtym projektet tona përmes asamblesë, po në të gjitha prej takimeve që i kemi, prej feedbackut që po e marrim, unë kam pritshmëri shumë të mira për pjesën tonë të garës në Vjesht. Okej, ka ndeshën prej subjekteve politike dhe prej kandidatëve ma të lidhshëm për PSD-n edhe për ty në të ardhme? Nashta është herë sot me thonë, është herët për shkak se na i kemi me tema. Jo, i kemi çështjen e temave. Pra nëse nuk ka vijat kuqe. Nuk ka vijat kuqe, po nështë ta qartësojmë edhe një gjë të fundit. Kur themi nuk ka vijat kuqe, kur ne të fitojmë, edhe na duhet një partner koalicion, nuk kemi vijat kuqe me partitë e tjera që të bashkëqeverisim në rast se pajtohemi me tema. Ndërsa nëse ne nuk fitojmë, se më pyeti dikush për çfarë cila drejtori do i merrni kur të futeni në koalicion, nuk do të marrim në asnjë mënyrë drejtori. Do të thonë Asambleja Komunale ka mjaftueshëm pushtet përmes votës që du ta jap për buxhetin, për rregullore, për mënyrën se si bëhet legjislatura e qytetit, edhe ne do i shtym përpara projektet tona përmes asamblesë. Pra, në rast se nuk fitojmë komunën, nuk futemi në koalicion për drejtori, sepse nuk është e mundur, na i kemi pasë si funksionojnë. Pra nuk është qëllimi kjo. Kjo nuk është qëllimi fare. Na jemi fut në garë për ta fituar komunën. Nëse nuk e fitojmë, do bashkëpunojmë me partitë në asamble për temat specifike. Nëse e fitojmë, do të bashkëpunojmë prapë për tema specifike, pa vijat kuqe. Kush i ka programet, kush i ka sinqert që do mi shty përpara disa tema, na jemi të hapur. Zonja Besa Shahini, faleminderit shumë në këtë përballje podcast të parë. Thash do ta bëjmë pak më shkurt për faktin që do të kemi mundësi me elaboruar në tema më specifike, thjesht me po si kandidate nga PSD. Kush është Besa Shahini, cila është Prishtina sot, kërkesat, specifikat, programi dhe ku e shen vetën në zgjedhjet e 12 tetorit. Po shpresoj që kemi mujt me elaboru pak a shumë këtë pjesë. Faleminderit shumë edhe një herë. Na kishim pas 3 orë, na kishim vol 3 orë, po si kemi 3 orë shumë mirë kemi. Unë mendoj që më mirë se kanë një herë po përsëritim pastaj gjëna për 3 orë. Se di qa me thonë, unë e kom përshim që kom material me folë 3 orë. Jo, për arsim, kemi pas mundësi me folë gjatë jo, më shumë e lumtur me u kthy prap, edhe me u thellu qysh edhe propozove në tema specifike, që me izbërthy pak edhe çka është e mundshme, çka nuk është, sa kushtojnë, sa është periudha që na duhet për zbatim e të tjerë. Kështu që edhe faleminderit për këtë ftesë të parë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi me bashkëbisedë. Gjithashtu, shkëndëruar, ishte kjo përballje podcast për Prishtinën me zonën Besa Shahini. Do të flasim me kandidatë të tjerë së shpejti, ku do të flasim në këtë fazë për këto 3 tema me cilën folëm me zonën Besa Shahini,
që pasajt kemi material gjatë fushatës të shkojmë më thellë, më konkret, sepse qytetarët që kemi po gjatë këtyre viteve në Prishtinë, por në të gjitha komunat janë shumë më kërkues, janë shumë më sfidues, edhe nuk po dojnë shumë fjalë, po dojnë vepra konkrete, po shpresojmë që gjatë fushatës kemi pas vepra konkrete. Shihemi në përballje podcast të radhës.